një vllau jon musliman që besoj se çdo talebe dhe çdo hoxh që ligjeron apo studion apo ka studiu në Kairët e Egjiptit i ka hak këtij vllau. Dhe sot Allahu Azza wa Jall ka desht që ta sprovon me vdekjen e vajzës së tij 16 vjeçare me Isan. Ajo e cila më shumë më bani që të flas në këtë tematikë nga se gje më murën në telefon që të komunikoj, të kontaktoj me ta. Pasi që mjekët e paralajmëruan se nuk ka mundësi të jetoje sipas nesh më shumë se ditë. Dhe s'ashtë e shqetësuar. A ke mundësi që t'i flis diçka që ta këshillojsh edhe pse të them drejtën, unë mora që ta këshilloj mirë, po ajo më tepër më këshillon. Pasi që e mora në telefon, edhe brenga dhe shqetësimi i saj nuk kishen që po frikët nga vdekja, nga se kjo është hak. Mirë po më drejtu me këtë fjalë dhe tha: o Xhaxhi Sadullah, unë jam razi me Allahu. Mirë po nuk e di se Allahu është razi me mu. 16 vjeçare na mëson neve se si të jemi razi me Allahun Azza wa Jall. Pra çfarë t'i tham dhe çfarë ta këshilloj? Kur ajo e cila o të shprovu që disa vit, ku ne lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta ketë pranu shahide. Ta pasha Allahun, unë jam i kënaqur me Zotin tim. I përshqetësimet e mëdha i kam. Se vallë Allah është i kënaqur me ne. Në këtë gjendje dhe në këtë mosh. Brengën e kishë se Allahu është i kënaqur me ta. Pejgamberi Allahut na paralajmëron dhe na tregon se atë që e don Allahu Azza wa Jall sprovon. Dhe ka njerëz që sprovojnë këtë dunjë derisa të shkojnë te Allahu Azza wa Jall pa asnjë mëkat. E ne të stolisur të nderuar me begatit dhe nimetet e Allahut Azza wa Jall, sa dërtomi ne që Allahu është i kënaqur me ne. Por tonë kur vishim që të këshilloj. Tek hoxhallarët e tjerë si Hasan al-Basriu, edhe i thoshin: çfarë na këshillon? A din cila këshilla e tyre ishte? Thot: hedhe vetën në anijen e caktimit Allahut dhe pajtohu ku do të qoftë që të përplasin erët e kënaqësisë së Allahut. Do të jesh i lumtur këtë dunjë dhe të arrish shkallën më të lartë që ka qenë dhe ëndra e gjithë pejgamberëve të Allahut. Cili ishte motivi i ibadetit, adhurimit, sakrificës së pejgamberëve të Allahut? Arritja e kënaqësisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është ibadeti më i lartë i zemrës që njeriu ka mundësi që ta arrit në këtë dunjë. E s'ka dyshim se Allahu Azza wa Jall në shumë ajete thot: radiallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me to. Dhe s'ka dyshim se Allahu do t'i ban ata të kënaqur me Zotin e tyre. I tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mos u brengos, o i dërguari Allahut. Ani se të ofendojnë, të akuzojnë, të përbuzin dhe të nënçmojnë.
Mirë po Allahu ka pregadit për ti dhe do t'jep një ditë diçka që do t'jesh i kënaqur ti me ta. Pra dhe të ndershëm, ne këtë ders ja kushtojmë familjes së Mejsanit. Po ja kushtojmë të gjithë besimtarëve në veçanti vetës tonë. Se sa me vlerë tek Allahu Azza wa Jall është ai njeri që arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Ki ka qenë piksinimi gjithë pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Jo vetëm ata që të kenë makam s'pas tyre, mirë po sinimi tyre ish kur kërkoshin pej Allahut Azza wa Jall që Allahu t'i begaton dhe t'i nderon me fëmijë, që fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre të jenë të kënaqur me Zotin e tyre. Këtu tha Ibn Qayyimi, dinë vëllezër, se feja Allahut Azza wa Jall krejtësisht sillet mes di haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Di hadithe pejgamberit Allahut janë hadithe esenciale, shtilla të fesë Allahut Azza wa Jall. Hadithi parë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot mëngjes dhe mbrëmje 3 herë, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Kush e thot mëngjes dhe vdes atë ditë, Allahu Azza wa Jall ka mi dhon këtij njeri që ka më kon i kënaqur në ahiret. Që do të thot jam i kënaqur që Allahun Azza wa Jall e kam Zot timi. Jam i kënaqur që i takoj fesë islame. Dhe jam i kënaqur që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kam udhërëfies pejgamber të dërguar mësues timin. 3 herë. Mëngjes dhe mbrëmje, nëse vdes gjatë natës apo ditës, premtim prej anës Allahut, se Allahu ka me dhonë që ti ki me qenë i kënaqur në ahiret. Thot Ibn Qayyim, kjo fjalë për të shprehur shumë kollaj. Për ta shprehur në gjumë krejt e thojnë, ama për ta realizu dhe për ta përkthyer në vepër është bëjgji zor apo bëjgji vështirë. Ai që e ka Allahun Azza wa Jall, Zot, dhe është i kënaqur me Zotin e tij. Dhe është i kënaqur me fenë e tij dhe me pejgamberin e tij. Përse kur cakton Allahu diçka që nuk i pëlqen atij, ai hidherohet me Allahun e tij. Omer ibn Abdulazizi e bante këtë dua dhe thonte, o Zot i madh, më begato dhe më stolis zemrën të jem i kënaqur me ti dhe me caktimin tanë, që mos të jetë e dashur tek unë atë që e ke parapa ti që të vonohet. Mos të nguti atë të cilën Allahu Azza wa Jall e shef që me të ardhë ma vonë, dhe mos të vonoj atë të cilën Allahu e ka parapa që të ndodhe ta.